Nëse e hani kostin në këtë mënyrë, po bëni gabim. Herën tjetër që do të hani kost, hiqeni letrën e cila mbulon kostin dhe gjëja e parë që bëni është të derdhni lëngun, por mos e bëni përsëri. Në vend të kësaj, siguroni që ta përzieni plotësisht përpara se të hani një lugë. Lëngu, i cili gjendet në sipërfaqen e kostit, është në fakt një proteinë e cila ka mjaft përfitime shëndetësore. Në terma të thjeshtë, është një proteinë e lëngshme e cila mbetet pasi qumshti është coptuar dhe është zënë kost. Konsiderohet një proteinë e plotë pasi përmban të gjitha aminoacidet esenciale. Ekzistojnë dy lloje të ndryshme të këtij lëngu, i ëmbël dhe i thartë. E ëmbla është proteina nën produkteve që mbetet nga bërja e djathtarave të fortë. E thata përdoret për të bërë pluhurat e proteinave që gjenden në supermarkete dhe dyqane.